Jarku, jemi si çdo ditë në shtëpinë tonë, duke uruar të gjithëve një ditë sa më të mbar. Ne jemi këtu vetëm në shërbimin tuaj. Mirë se erdhët të dashur miq, besoj të keni nisur mbar ditën, të vazhdoni me ne deri në fund të këtij programi, pasi si çdo herë tjetër kemi shumë për t'ju thënë. E në fakt, natyra njerëzore gjithmonë është e dhënë pas mishngrënies, mbase jo të gjithë, po shumica e tyre. Pikërisht për këtë do flasim sot, për mishin e qingjit. Mishi i qingjit, një mish shumë i shishëm që ne zakonisht e përdorim në festat më të rëndësishme shqiptare dhe ato fetare, ndërkohë që ne do të flasim për vlerat e tij. Thuhet që mishi i qingjit nxit energjinë, na bën më të fuqishëm, ndihmon në qarkullimin e gjakut, e shumë vlera të tjera, të cilat do të diskutojmë sot në studio. Sigurisht edhe do të gatuajmë me mishin e qingjit. Ndjekim fillimisht historikun. Produkti i cili nuk e humbet asnjëherë shihen është mishi i qingjit, i cili preferohet në të gjitha stinat, kryesisht ai moshës së qingjit deri në 1 vjeç. Pas kësaj moshe, ai quhet mish dele apo dashi. Në përgjithësi, mishi i qingjit është më i shtrenjti, kryesisht pjesa e brinjës. Sa më i vogël të jetë qingji, aq më i çelët është mishi i tij, ndërsa kur bëhet më i madh, merr një ngjyrë roz të zënë. Gjatë prerjes dhe gatimit, mishi i qingjit humb një sasi të madhe të yndyrës. Për shembull, mishi i qingjit i pjekur përmban 5.1% më pak yndyrë. Zakonisht një qingj shkon nga 5 deri në 30 kg. Ai ndahet në fileto, kofsha e parme dhe e pasme. Kofsha e parme përfshin qafën, shpatullën dhe krahu i qingjit, si edhe brinjët. Ndërkohë në pjesën e pasme përfshihen këmbët dhe pjesa e fundit e korrizit, ndërsa fileto është mishi mes brinjve. Mishi i qingjit përdoret në disa kuzhina në mesdhe, kryesisht në Greqi ku është pjesë kryesore e shumë pjatave, madje edhe atyre fetare, siç janë pashkët. Gjithashtu është mjaft i preferuar në Turqi, Afrikë, Jordani, në Europë dhe Amerikë. Një arsye që mishi i qingjit përdoret është edhe ai fetar, si në rastin e disa vendeve në Kinë dhe në Azinë qendrore, ku nuk përdoret mish tjetër i kuq për arsye besimi. Nëse do të bënim një renditje të vendeve që prodhojnë më shumë qingja, vendin e parë do ta zinte Algjeria, Australia, Brazili, Kina, Franca e Gjermania. Por mishi i qingjit në skar është specialitet në shumë vende të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si edhe Kanadas. Megjithatë, ky lloj mishi është konsumuar shumë më pak në Amerikën Veriore sesa në Europë, në Amerikën Qendrore dhe në kuzhinën aziatike. Konsumi i mishit të qingjit në Shtetet e Bashkuara është 400 gram në vit dhe gjysma e popullsisë nuk e kanë provuar asnjëherë atë. Në Australi, rosto e qingjit, e cila gatuhet me kofshën e tij, është konsideruar gatim tradicional, që serviret ditën e diel ose në ndonjë rast të veçantë. Kjo recetë gatuhet me gjalp, rozmarin dhe shërbehet me karrota, patate të pjekura dhe sallatë jeshile. Por një pjesë e rëndësishme e qingjit është mëlçia, që në shumë vende, kryesisht në Mbretërinë e Bashkuar, serviret me prosciutto, qep dhe pure patateje, së bashku me mushkrit dhe zemrën e tij. Ndërsa veshkat e qingjit preferohen në shumë kuzhina të Europës dhe lindjen e mesme, të ndara në mes dhe të pjekura thjesht në zgar. Dhe me njëherë në kuzhinë do të gatuaj me Ilirën, se faleminderit që ke ardhur. Faleminderit. Ndërkohë që mezi pres të vish në studio një herë tjetër ku të na bësh ato akulloret e shishme. Vera po vjen, por sot jemi tek mishi i qingjit. Çfarë do gatuajmë? Për sot kam menduar të gatuajmë brinë e qingjit, që është një pjesë qingjit shumë e shishme, që ka një shije shumë të veçantë, Po. që është kjo që kemi përgatitur këtu. Po, brinë qingji, me çfarë do t'i bësh? Do t'i bëjmë me një salsë verë me aceto balsamico. Salsa më pëlqen ideja shumë, shoh që ke vendosur dhe një mal me erza. Po, janë shumë të rëndësishme për të bërë marinimin e mishit. Domethënë, një nga arsyet që mishi del shumë i mirë është dhe janë dhe erzat që përdoren në marinim. Çfarë duhet të përdorim kryesisht tek marinimi i qingjit? Atëre kryesisht përdoret sherebela, Sherebela, përdoret rozmarina, unë përdor gjithmonë pak salcë kyri, edhe curry, po? piperi, kuq, duhet edhe pak fare, Sheqer. jo, sheqer për salcën. Po. Timo, pak timo. Edhe pak fare Pak fare, timo. po jo shumë se shumë e bluar është shumë e fortë. Kur është folje është më mirë se edhe e heq. Sa kjo ngelet gjithmonë. A mund të mjaftohemi vetëm me sherebelën dhe rozmarinën kur bëhet fjalë për mishin e qingjit apo mishat në përgjithësi, sepse curry edhe timon është Të janë shije, janë gusto, gjithsecili bën me fjalë atë
si e shijon vetë, nuk është se është receta fikse që po o do bëhet kështu, s'ka. Ke marrë dhe piperin e kuq dhe piperin e zi edhe hudhër. Duhet hurdha, vaj ullirit. Perfekt. I kemi të gjitha në tryezë, nisim t'i realizojmë. Marrim Fillojmë me brinjët. marinimin e brinjëve. Brinjët duhet të jenë pak, jo shumë të holla, shumë të trasha, që t'i Ndërkohë që japim. ne i kemi marrë të bollshme. Pak ka shumë janë si puna ime dhe brinjët. Fillojmë marinimin. Kripën. Po, të vajna ullirit. Masazhohet mirë mishi kur hidhet gjithçka që të marrim në brendësi. Dhe hedhim erëzat. Erëzat. Fillojmë me Pak speci kuq, por jo djegës. Gjithmonë hapet me dorë që të marrë shihen gjithande. Mishi qinjë duhet të lihet më përpara në një kohë më të Domethënë, gjatë. marinimi është më i mirë 2 deri në 3 orë. 2 deri në 3 orë. Të rinë frigorifer marinuar. Imbuluar me një Imbuluar. me një qese. Po jo më tepër, mund ta lësh vetëm me vaj ullirit 24 orë. Jo me erëza, se erëzat po të rinë më tepër se 2-3 orë fillojnë edhe ndikojnë shumë në mish, ndihet më fort erëzat sa ndihet shija mishit. Pra me vaj ulliri Mund ta është lësh deri mirë. 24 orë. Deri në 24 orë. Çfarë i bën vaj ulliri? Zbut. E zbut edhe e bën që të jetë mirë shihen shumë të ndryshe dhe bëhet shumë shpejt me atë pjekjen në roze që duhet që nuk piqet shumë as nuk e djeg. Shumë mirë. E mban. Ndërkohë që po i hedhim dhe pak timo. Dhe më pas do t'i bësh edhe një salcë shoqëruese. Salcë shoqëruese. Puna jonë është pak punë, kështu që do bësh gjithmonë duar të pise, do të kesh gjithmonë. Patjetër me duar merr më shumë. Duhet të kesh gjithmonë një leva shije. mban të afrit lajm durët. Mundë? Dhe e vendosim në zgarë. Në zgarë. Në pjatë. Është mirë se mua më pëlqen shumë zgara, për arsye se përdoret pa vaj, skuqja. Po. Edhe mishit i ngelen to vijat e zgarës, japin atë bukurinë. Ndezur? Po, është e ndezur. Ndërkohë unë do shkoj të marr edhe një kapse tek këndi ku ne kemi të gjitha enët e kuzhinës. Mua që mos më ngjisit tigani gjithmonë hedh pak krip. I hedh pak kripën. Po. Mirë, nuk e dija. Dhe duhet jetë e ngrohur mirë, ëh? Shumë e ngrohur. Dhe në fakt me mishin e qingjit të shkon shumë edhe pamja, edhe zgara, edhe sasia e mishit. Tash i hedhim të sherebetin. Të pëlqen sherebeti, ëh? Sidomos kur qingjat ushqehen me sherebet. Prandaj kanë shihen e mirë qingjat që ushqehen në mal me sherebetin me çaj. Që mishit dalin në një pjekje tamam që mua më pëlqen pjekja medium, që thonë se rozeja, do paka shumë 2 deri në 3 minuta në çdo anë. Kujdesem unë. Domethënë, Do mundohem t'i mas minutat ashtu siç ndezi pak duhet. këtë Po. Dhe do të bësh salsën. salsën. Më pëlqejnë gjithmonë salsat e tua. Ndërkohë që po ndihet edhe shija dhe aroma. Gjithmonë E rozmarinës? mishi është i bërë kur e prekim, edhe e lëshon tigani mund ta kthesh. Asnjëherë kur është i ngjitur. Kur ka pjekjen e duhur, Po, e lëshon atëherë e lëshon tigani vetë. Po këto janë tigan që nuk ngjisin. Edhe që apo nuk ngjisin, mishi është i takuar. Ndërkohë bëjmë edhe salsa. Po, bëjmë sa të ngrohet tigani. Sa shpejt u bën, ë? Bëhet se ishte pjastra ishte E ngrohur më parë. e ngrohur më parë. Dhe këtu? Po. Hedhim vaj ulliri apo jo? Po, prit të ngrohet. Ishte pa bëjë lirë. Dhe tani Bo, do të bëjmë bo. salsën shoqëruese, që në përmbajtje të saj do të ketë vaj në ullirit, pak Gjithmonë hudhër. hudhër, Po, nuk mungon. nuk mungon hurdha. Në që hurdha fillon edhe me atë skuqjen e lehtë fare, që do të kanë çuar sa kanë çuar aromën e heqin direkt.
Po, do ta heqim, nuk do ta mbajmë. Jo, nuk mbajmë kurrë. Edhe do shtojmë verën, Dhe therë që të balsamikon, edhe pak fare sheqer. Dhe pak fare sheqer. Piciko sheqer. Për të bërë atë thyrjen. Për të balsamiko është edhe ëmbël vetë. Edhe vera nuk është se nuk është, por të dyja bashkë duan një përbërës të tretë që t'i lidhi më mirë akoma. Ndërkohë që edhe mishin e kemi të kripur dhe me erza, dhe momenti që shoqërohet me këtë salcë, fantastike. Mund të bënim dhe një salcë me fruta pylli apo diçka tjetër. Mund t'i shkoj mishi të qingjit? I shkon me fruta pylli, me një salcë edhe salcë ëmbël, ose me frutat e thata, dhe ato shkojnë shumë. Sidomos rrushi me bajame, ka përditura pak. Nisim të bëjmë edhe salcën. Është bërë. Jo, duhet gjithmonë shifi dhjamin. Jo, e kisha tek pjesa e salcës. Hedhim verën. Kujdes, hedhim verën. Vaj ulliri verë. Pudrën e kemi lënë pak. Dhe aceto. Balsamiko. Tani do I hedhim edhe sheqerin. Edhe pak fare sheqer. Edhe pak fare sheqer. Mundë? Po. Salca do të bëhet kremoze? Krem, bëhet... Ata do më pikset. Gjithmonë ne këtejmë edhe në anët që të marri edhe pjekën nga gjitha anët njësoj. Ta qovësh dhjami që është rëgu si ka filluar të shkryet, nuk ka por shërben për t'i dhënë shije. shijen. Ndërkohë kemi edhe shoqëruese, shumë janë. Jemi gati. Dhe servirje Servirje në... në një pjatë të madhe, të bollshme. Mund të kemi vete të Pa tjetër, disa letra. Mund të ndihmoj nga pjesa juaj ku do bëni servirjen, të bëj gati tryezën. mishi është pothuajse gati. Dhe tani, Të fundit. për të bërë servirje, duen ndonjëherë edhe vajzat. Janë të domosdoshme. E kemi gati. Sot kemi bërë brin qingjin e zgar, të shoqëruara me një salcë shumë të thjeshtë, me pak verë, vaj ulliri, pak hudhër, dhe ndërkohë kemi hedhur aceto balsamico, më pas sheqer. Edhe vere kuqe molle. Edhe verë e kuqe. Po do shtosh bazën e sheqerit më tepër. Pak nga sheqer. Do shtosh më tepër sheqer, po përdore verë të kuqe normal. Tani besoj e kemi gati dhe mund të bëjmë servirje. Tashi mund të bëjmë, mishi është gati. Nësa, kjo do dhe pak. Mundë? Po, dhe vendosim në pjatë. Një po fiksodën. Në fakt është aq mirë I marinuar dhe aq I shishëm sa që është gjuna që ti vësh dhe element të tjerë këtij mishi, ëh? Është gjuna po vera më tepër se edhe ky mish që me verë. Po patjetër. Edhe do ta shuaj në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë I zbut pak atë shijen e fortë. Shijen e fortë. Besoj jemi në rregull. Jemi në rregull. Ndërkohë që salca do dhe pak akoma. Derisa të trashet bëhet më kremoze. Më kremoze. Dhe më pas do e hedhësh sipër mishit. I vetë në anët anësore dhe pak fare sipër mishit thjesht për të një shije të largët. Po, për ta marinuar. Edhe në sasi të madhe nuk mund ta hedhim sepse duhet I prishihen. I prishihen. Pak dhe sak. Me mas, çdo gjë. Ashtu sikurse duhet ngrënë edhe mishi I qingjë, por më shumë do të na flasë edhe nutricionistja. Mirë, bëjmë edhe hedhjen e salcës tek mishi. Për ta serviruar më pas. I vetë në mënyrë të tillë që jep dhe atë ngjyrën e kuqe bukur.
Dhe ja ku i kemi gati recetën tonë, Ilir, faleminderit shumë. Një recetë e shijshme me pak përbërës, por mishi i qingjit ndihet. Ja dhe secili ka në shtëpi këto përbërë që kemi përdorur. Faleminderit shumë. Mirë, ne ndërkohë tani do të përpara se të ndjekim spotet publicitare dhe ju të provoni ndoshta recetën që kemi realizuar, ju ftojmë të ndihni mënyrën se si rriten qingjat në një ferm. Ndodhem në një stall në fshatin Burimas të Korçës, kemi ardhur për të parë se si rriten këta qingja dhe për cilësinë e mishit të tyre. Përshëndetje zoti Altina Golle. Faleminderit. Ju jeni mund të themi edhe pronari i këtyre qingjave? Pronari i qingjave. Tu kemi 60 qingja, 60-70 copë mund të jemi. Qingjat i shkëputëm nga delet kur bën në moshën 60 ditë, 70 ditë, shkëputëm nga nëna. Nënat e tyre i mjelën pasaj, qingjat i kalojnë për mishin. Ka qingja që janë pas nesh, sa muajsh janë? Këto qingjat që janë pas nesh ka 1 muaj, ka arrin deri në 2 muaj sot. Ky qingja që kam në dorë? Ky qingji që ke në dorë është 10 ditë. Të nëna? Po. Sa dele kemi gjithsej? Dele kemi 160 kokë. Këto dele që kemi këtu brenda janë me gjithë qingjat, janë 70 krerë. Do kalojmë të shohim delet e tjera? Kalojmë të shikojmë ato. Të tjerat i kemi në stallën teatr. Atëherë zoti Altin, këto janë dele shtazane. Këto janë dele shtazane. Këto na fillojnë të pjellën në muajin prill. Prill deri në fund të muajit maj, këto kanë mbaruar së lindurin. Se këto janë shitur shqirat para vitit të ri, ishin siç ishin të ndërzera, edhe pjellën në atë kohë. Atëherë këto duhet i trajtojmë me kujdes, se besoj janë pak delikate apo jo? Delikate për dështimin, i ushqejmë me trajtim më të mirë, mos ketë myk ushqimi që jedhëm neve, duhet t'i shikosh mirë. Çfarë race delesh keni ju? Neve delet i kemi të përzjera, po raca më e mirë është raca franceze. Për sa i përket qumshit që japin delet apo dhe shijes së mishit? Në rrethin e Korçës është shumë ftohtë edhe raca franceze është më e mirë, i përshtatet shumë klimës të zonës të Korçës. Edhe mishin e qingjit raca franceze ka më të mirë, se nuk u vjen shumë dhjam. Me çfarë i ushqeni këto dele dhe qingjat për të pasur një mish cilësor? Ne i ushqejmë me delet, i ushqejmë me jonxhe, buxhak, panxhar, misër. Është vështirë në dimër për t'i ushqyer? Në dimër është vështirë, po duhet të punosh gjatë verrit. Ti vesh këto, po t'ja plososh këto kushtet, të vesh jonxhe me zajrejnë të kenë shumë prodhim, edhe nuk ka e vështirë, do t'i shtjesh në grazit. Ju i shisni gjithmonë qingjat tuaj? I shesëm gjithmonë, bajmë qingjat për remontin, që t'i përsëritëm delet prapë që t'i jenë të reja, përsëritin e tufës, çdo vit mbajmë qingjat femrat. Korça ka klimë të përshtatshme për të rritur dele? Korça ka klimë të përshtatshme për delet. Korça gjithmonë është mbajtur për rritjen e baktive timta, si delet edhe ditën. Duke qenë se ne në Tiranë nuk mund të shijojmë dot mishin e qingjave tuaj, si mund ta dallojmë një mish të freskët? Mishi i freskët dallohet, duhet të jetë i kuq, në çelë të hapur, mos jetë i errët, se po të jetë i errët aty ka ndenjur në frigorifer ose ka ndenjur shumë ditë. Edhe nuk ka shi. Çfarë ndryshimi ka mishi i qingjave tuaj nga mishi i qingjave që mund të vinë nga jashtë? Mishi i qingjave tonë ka shumë ndryshime. Mishi qingjat ushqehen me ushqime bio, nuk i ushqehen me koncentrat. Edhe për këtë punë ka mishin më të shijshëm, për atyre të blera që i ushqehen me koncentrat. Edhe gjilpera nuk i bëjmë shqera qingjave neve që të rriten për shtesë peshe, si që i bënë bota jashtë, neve qenë vetëm me qumshin e deleve 2 muaj, pas 2 muajve, panë misër edhe tagji. Duan kujdes delet, pra, kanë vaksina? Po, delet duan kujdes shumë, duan që kur fillon delja që ndihet që është sazane, duhet i bëjmë një vaksinë për paratifon. I bëjmë atë vaksinën për paratifon. Pas 15 ditëve i bëjmë vaksinën e irës,
që mos i zerë sëmunda të tjera. Pra ka kosto. Ka kosto. I blejmë këto ilaçet, marrëm doktorin, vinë ja bën. Kemi edhe vaksinën që na ndihmon shteti, i ka vënë vaksinën e bruçelozës. Për t'i vaksinuar baktitë, ka dalë vaksina tash, vaksinohet qingjat që janë mbi 2 muaj e lartë, që mos i zerë sëmunda e bruçelozës, e bëndem edhe për njerëzit. Sa herë mund të pjell gjatë vitit delja? Delet e mjaka, këto që po shikoni këtu juve, i bie të pjellën në prill, këto pjellën për së dyti, i themi. Po ti ushqesh mirë, pjellën edhe 2 herë në vit. Sa qingja mund të bëjë një dele? Varet në delja, ka dele që bën 2 qingja, ka dele që bën 1. Shumë rrallë na ka ndodhur që bën edhe 3, një dele për shemb. Ne shohim një racë të përzier që janë edhe delet e zeza. Po, to delet turizeza që janë i themi raca havasi këtyre. I mbajmë shumë për qumësh ato. Se këto që janë turibardha janë raca franceze. Cila është mosha ideale që duhet therru një qingj? Mosha ideale është 2 muaj e lartë. 60 ditë të jetë qingji edhe lartë e therr. Zakonisht thuhet që qingjat e qumshit nuk duhen në therrur. Qingjat e qumshit nuk therren në mënyrë se nuk është i pjekur mishi për të therrur. Nuk ka ardhur koha për ta therrur, po si të kalojë 1 muaj ai therret. Duke qenë se ju normalisht keni shumë qingja, keni kaluar shumë që i keni shitur apo që edhe vetë keni therrur normalisht për përdorim vetjak. Ju ka ardhur ndonjëherë keq, domethënë? Të vjen keq ndonjëherë, po për baktitë ne jemi mësuar me këtë punë, se për këtë punë mbajmë, për të shitur, për të therrur. Keni ju ndonjë qingj manar? Po, kemi. E mban delen, vjen pas, mësohet që kur është i vogël edhe e mban pas. E gjithmonë i jep bukë në një misër me vete edhe vjen të ndjek. Ju ndjek për shembull deri në shtëpi? Të ndjek edhe deri në shtëpi. Të ndjek, varet si e mëson. Fëmijët, si e kanë marrëdhënien me delet dhe me qingjat? Fëmijët i duan shumë qingjat. I kanë qef shumë. Është një punë që mund të sigurojë të ardhura? Është punë që të siguron të ardhura, po është edhe puna shumë e losme. E të ardhurat të pra nuk janë shumë, po familjen tonë e përballon. E përballon vetë familjarisht. Familjarisht.